Stočarите се загрижени за владината одлука да испорачаат 50% од јагнињата пропорционално на бројот на овци во кланица. Според нив, ова одлука негативно се одразува на бројот на стадата, кој од година во година се намалува. Посочува дека не може секоја овца да се јагни, па услово да се предаде половина од нив предизвикува загуби и ги оттежнува одржувањето и одгледувањето на стадото. Vjet shumica, nuk thojmë shumica, ama 30% e dhemve I kanë fuk kingjat, I kanë nxjerr para vakti. A dëni virus, a çka është problemi nuk e dinë doktorët tanë, nuk e dinë çka është problemi. Ne unë kom 100 copa dhën shembull. Ato 100 copa ku ne nuk pjellin. Ato dhe pjellin 50 në kohë, 30 dhe pjellin ma vonë, 20 dhe pjellin hiç. Se kjo 50% kjo nuk shtohet ku njerë. Në të vend është ministër, ndash kush dosen, le ti marrë dhën që unë djab, pa pare kit djab. E ne ti shohesh ato 100 copa dhën, ne pjellin kit në kohë. Si thajnë ato, si mendojnë, si tu bon 100 kingja, unë dhe bom për ato shërptorët se jeta, se ti jom gjallë dhe bom, dëroj që boni atimve. Nevre 100 dhen në regull nuk në pjellin këtë. Në pjellin 70 mëqindin. 10 mëqindin 20 I ngelin vonë shumë. 10 mëqindin nuk janë askundi a cofi na smuhen nuk janë. Me këtë 50% që na lipin neve, ne jesëm pa subvenci. Po kërkojmë një mirë kuptim nga Ministria e Qeverisë, I lutin atë na tërheqin që këtë 50%, se kështu me këtë 50% ne hupim këtë nuk shtohen dhe. Se nëse duhet t'japim 50%, 70 kingjat që ka në bëhen, ne detiruana pa tjetër t'japim edhe kingjat femna qeverisë. Atëherë ne ngelim pa kingjat femna, nuk shtohen dhe. Заменик министерот за земјоделство Флакрон Беџети вели дека со ова не може да има измама околу бројот на стадата, а со зголемувањето на субвенциите сточарите имаат поголеми приходи. Разговарал со сточарите, а нивните поплатки ќе се разгледуваат во министерството. Kështu që në shqetësim tjetër se duhet që për t'i marrë subvencionet bujqit blegtorët në rastin konkret që duhet t'i qënë disa dele në thertore, dhe me thënë 50% e numrit të tyre, kjo është për shkak shfrytëzimit të subvencioneve, ku sepse më herët është bëhe dhe rritja edhe është jënë bëhe dhe kishpërdërimi I subvencioneve të ndryshme, deklarimi I rreshëm, kuptohet që këtë shqetësim ma kanë thënë edhe mua dhe unë e kom marrë për obligim që të flasë me sektorit përkatës, edhe me ministrin që të mundohemi që këtë përqindje që ta ulin, dhe me thënë, nuk ju kemi premtuar, po punohet në këtë drejtim që kjo 50% dhe me thënë e shumës që të ullet dhe shpresoj të kemi edhe mirëkuptim edhe sukses në këtë drejtim. Сточарите велат дека јагне од над 20 кг се плаќаат 210 денари, додека за под 20 кг се плаќаат 220, што според нив е минимална цена, додека сите земји во регионот плаќаат по 300 денари за килограм. Додаваат дека за секој јагне во кланица добиваат по 1000 денари, но овие пари ги немаат добиена последниве 2 години.